Ish uzina e bakrit në Rubik do të kthehet në fabrikar mësh si një prioritet që qeveria socialiste, sipas Edi Ramës, do të ketë për të investuar edhe në industrinë ushtarake. Në kuadrin e hapjes së një faqe të re në fushën e mbrojtjes dhe të ekonomisë, ne nisim me investimet e para për krijimin e qendrave të prodhimit të industrisë ushtarake. Dhe këtë kompleks e kemi identifikuar si një nga pikat ku do të investohet dhe do të prodhohet për forcat tona të armatosura, por në masën më të madhe për eksport. Për forcat e armatosura, kryeministri Edi Rama premtoi edhe rritje të përvitshme pagash. Filozofia jon është që investimet në rritje për mbrojtjen, që janë investime që i bëjnë të gjitha vendet, dhe të cilat ne i kemi kanalizuar fillimisht për disa gjëra themelore që mungonin, një ndër cilat kryesorja rritja shumë domethënëse e pagave të ushtarakëve tanë. Synojmë që të rrisim pagat çdo vit për të arritur në mesataren e NATO-s. Dhe patjetër që kemi parë që kjo ka sjell një rritje të interesit për të bërë pjesë e forcave të armatosura. Rama shtoi se po përgatitet edhe hapja e Akademisë së Forcave Ajrore, ku do të fillojë përgatitja e pilotëve shqiptar.